se erdhët përsëri në pjesën e fundit këtë herë në rreze dielli, në kuzhinën tonë, ku kemi përgatitur një kek, kemi vazhduar me bukë të vogla dhe tani është momenti për recetën e tretë, po jo më pak të rëndësishme. Momenti. Kemi makarona me qofte. Është makarona me qofte. I lezon të këto produktet njerë të gjitha pastaj edhe unë të... Duhet të ndajmë në dy pjesë. Kemi makarona me qofte të vogla në tigan. Ju duhet përgatisi fillimisht brumin e qofteve, me mish të grirë, 250 gram, një lugë çaj piper i zi, një lugë çaj kumin, një lugë çaj sot buke, një lugë çaj krip, një lugë çaj spec i kuq pluhur, gjysmë lugë çaj hudhër pluhur, 2 feta bukë e ndenjur, një kokër vezë, 2 lugë vaj ulliri, një lugë gjelle salcë koncentrat, një filxhan çaj salcë domate, 250-300 gram makarona, të vogla ose llojet që ju dëshironi, djathka çkavalli i grirë, krip, piper i zi, kumin, majdanos i grirë holl. Të gjithë përbërësit që unë lexova janë mbi tryezë dhe ne vijojmë me përgatitjen. Bukën që e kam të njomur me ujë. Shtoj mishin. Vezën. Sot. Krip. Kumin. Speci kuq pluhur. Hudrën gjysmën. Piperin. Pjesa tjetër këtu. Sot, gjë që nuk më duhet më tepër. Dhe të gjitha erëzat që unë i vendosa. Të gjitha i largoj. Kam zirë makaronat. Më pak, 2 minuta më pak nga që duhet. Ujin e zjerjes e kam lënë. Dhe kam krijuar këtë brum të qofteve. Gjë që vendos tiganin, është nxehur tigani dhe më pas shtoj vajin. Laj pak duart dhe vi për të bërë... Japim formën qofteve. Pastaj do të shtojmë edhe pjesën e tjetër të produkteve, salcën dhe domatet. Qofte do të japim formë të rumbullake dhe të vogla, apo jo, që të jenë më praktike. Vetë do të skuqen dhe do të zinë aty me pjesën tjetër të salcës. Paka shumë, mos mendoni tani që... Pa tjetër që unë kam edhe format e qofteve që t'i bëj të gjitha të njëjta. Po në këtë rast nuk është se na pengon as forma dhe as nëse del dikush, diçka më... Ato ndodhin kur ne duam të bëjmë ato antipastat, që kemi një tryezë të zbukuruar me produkte të tjera. Po në këtë rast... Largoj pak dhe vajin që mos të marrë studio flak. Se flak merr vetë nga energjia, s'ka është. Duart me vaj. Për të krijuar shumë kollaj. Qoftet e vogla, nuk vendos miell. Dhe sasinë e hudhrës në këtë rast e kanë me pluhur, sa për ta prekur pak dhe për ta ngacmuar shijen dhe aromën e hudhrës. Gjatë kohës që përgatisim këtë recetë, ndërkohë në furrë piqet edhe bukëzat e vogla dhe keku. I kemi vendosur të dyja të gatuara në pjesën e parë.
Dhe tani, direkt, unë i vendos, vaj du të jetë nxehtë, që mos në gjisin qoftet. Po, dhe një kombinim që shkon në shije e për tretjen, edhe makaronat, edhe mish pra proteinat, bashkë me karbohidratet. Në vaj të ngrohur i skuqim nga llojet që ne kemi zgjedhur, pra Ola na ofron disa variante të pastave, si linguini, në formë spirale, flutura, pene e me radhë, madhësi të ndryshme për të përshtatur gatimeve tuaja. Sa qopë u bën? Bën një 10? Nuk e numërova fare, por që të laj duart pa tjetër që tani... I skuqim nga të dy anët, mjaftueshëm vaj dhe nuk është shumë i nxehtë që ato të mos fahen apo të mos digjen. Pa ty çfarë kemi? Nuk kemi glazurën. Kam glazurën, shiko. Duke lënë të ftohet, normalisht që dhe ashtojmë si për keput. Merë edhe masën e duhur. Ma një luk tjetër. Për t'i kthyer tani kur keku të piqet, glazurën ja shtojmë të ftohur apo të nxehtë, do të njëra. Nuk ka problem se nuk është shërbet. Okej, do të qëndrojë në pjesën për sipër. Po. Ja, këtu. Ju thash dje, mos largoni asgjë, çdo pjesë e frutit apo perimet është e ngrënshme. Çdo gjë. Ja, super. Edhe dardha, siç e përzgjodhëm ne, tek pjesa e lëkurës, thuhet që i ka makaronat? Po flasim për cilësia. Nuk ngjisin. Nuk ngjisin dhe jo më kot unë i lash në tenxhere, i lash dhe të nxehta, që të kuptoni që kur një produkt është i nxehtë, normalisht ngjit. Po. Ja. Edhe gjatë zgjerrjes. Po ti kisha hedhur vaj të shkëlqenin. Sepse është edhe ky një truk. Edhe unë besoj se truket e mia i kam thënë shumë hapur. Ja ku duket. Çfarë? Kam shtuar pak fare krip për shije dhe që këtë e vërteton shumë mirë luga. I lë, se i thash, besoj, të gjitha çfarë duhet këtu. Tek. Absolutisht. Absolutisht një nga recetat që e përdorin shpesh anvisat në kombinimet e tyre. Shtoj, por nuk ka përfunduar këtu, se qofte duan çik salcën aty, të koncentruar, të olluar të ujë makaronave. Sikurse të gjitha erzat që u shtuan qofteve. Erzat. Që te kumini, piperi kuq, piperi zi. Në fund fare kemi dhe tufën e majdanozit. Ja, kemi një të freskët. Sikurse e domatet pomodoro. Të cilat thuhet që kur gatuhen në pak vaj që ngrohen, janë edhe më të shijshme, por aktivizojnë më mirë edhe likopenin e tyre, nëse duam që t'i shfrytëzojmë për këtë përbërës kryesor. Shtoj makaronat sikurse dhe edhe shumë pak ujë, shumë pak, nga bimët aromatike. Për të tretur të salcën. E largoj dhe e pastroj. Dhe ja, aty zjen edhe salca, tretet mirë, sepse është e koncentruar. Dhe po ashtu edhe qoftet. Shkëmbejen dhe aroma, tani më duhet të sjell kekun se jemi në fund.
Ndërkohë, ne përshëndetemi me anvisat, receta e makaronave me makaronat qofte. si shto dhe pjesën e djathit. Dhe një pjatë fantastike. E gjithë kjo masa këtu. Pjatë Ja, shiko. shumë e shishme. Urdhëro. Të lumshin duart, kjo ishte receta e tretë dhe fundit për ditën e sotme, kështu që ju përshëndesim nga kuzhina. Në pak minuta, reklama dhe flesh informativ, do të rikthemi përsëri në rrezën tonë.